Atëherë dashur, kam sot të ftuar përmes platformave tona online gjimnazistin Art Gjurefcin, që na vjen nga gjimnazi specializuar matematikor nga Kosova. Do flasim në lidhje mbi iniciativën rinore apo garën, Crimson Perspective, që ka për qëllim, domethënë, parandalimin e bullizmit tek të rinj, po ashtu edhe le të themi ngritjen apo mban fokusin e saj tek rritja e empatisë dhe shumë gjëra të tjera rreth mjedisit të rinjve. Përshëndetje Art, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje për të gjithë shikur. Jam Art Gjurefci, lideri grupit Crimson Perspective, që është një grup në lidhje me kryqin e Kushtit të Kosovës edhe me gjimnazin specializuar matematikor. Tema jonë kryesore e këtij projekti ka qenë bullizmi. Kjo gorë përfshin deri me 3 prill, nëse nuk jam gabim, se besoj që është shtit data për pak vit. Gjatë kësaj kohe, ne kemi pasur për qëllim që me shpërndosë sa më shumë vëmendjen të rinjtë më shumë që bullizmi dhe të ndiku të bashkëmoshtarët tonë. Art, si e nisët këtë garë? Përfundon me 3 prill, por si e nisët? Sa veta jeni në grup dhe pse ndoshta qëllimi juaj kryesor, pse u morët me këtë iniciativë? Se pori kena pas më zgjedh prej 4 temave se cilë dëshirojna, po grupi jonë duke e postë një nga problemat më doja ditës së dve janë dhuna dhe bullizmi, e kemi zgjedhur kategorinë e dhunës edhe bullizmit, me temë parandalimin e bullizmit të rinj. Grupi im është i përbërë prej 6 personave, unë Orte Silidar, Amelia Abdullohu, Verena Goshi, Liza Krasniqi, Blet Hoxha dhe Anila Shabone. Pse zgjodhet bullizmin? Besoj është një nga tema ndoshta që të rinjt përballen më së shpeshti apo jo në ditët e sotme dhe gjë shumë e rëndësishme për të folur. Po para se me përzgjedh këtë temë, fillimisht kemi vlerësuar për tema të ndryshme. Kemi orë të këtë temë pasi përmes disa statistikave kemi marrë vesh që rreth 90% në botë e përjetojnë bullizmin, që kjo është një fakt i tmerrshëm për rinjt edhe për botën që na të jetuesat që mundet me shkaktu dëme të mëdha në shëndetin mendor të rinjve. Për këtë arsye dhe e kemi zgjedhur. Dhe çfarë ishte le të themi, sepse gara përfundon me 3 prill, por çfarë ishte fushata apo roli juaj në këtë fushatë? Po shohim pamje në të njëjtën kohë, por gjithsesi na shpjego pak edhe me fjalë më mirë se çfarë faktikisht ju bët gjatë këtyre ditëve. Së pori kena holdt një faqe në rrjetet sociale, së pori në Instagram, pastaj në Facebook dhe TikTok, ku gjatë një periudhe për 3 javë kemi arritur gjithë 50.000 shikime. Besoj deri në përfundim të projektit kam arritur deri në afër 100.000, sepse vetë janë afër saj. Së pori kena filluar me aktivitete nëpër shkolla, ku kemi marrë ligjërata informuese të 2 shkolla, shkolla fillore e mesnjollës së Mariza dhe shkolla fillore e mesnjollës Mehmet Xhervuri. Në këto ligjërata përposë kemi informuar të rinjt rreth këtij problemi serioz të bullizmit. Kemi bërë dhe aktivitete të ndryshme. Njëra nga aktivitetet kryesore u kon me shumë nga një mesazh për një bashkëshortar tonë që është përjetuar bullizmin. Me tonë të drejtën unë si lider i grupit nuk e kam prit që të rinjt e klasave 7, 8 dhe 9 kam e pas atë nivel me kuptu se çka po përjeton një i bullizuar, por pasi kemi lexuar ato mesazhe, besoj që na kanë lënë shumë përshtypje në mënyra që është kanë gatshëm edhe ata mos lehisht, që është pika kulmore e këtij projekti që kemi në si grup. Kishte domethënë interesim nga këta nxënës më të vegjël në moshë për të diskutuar, për të ndëgjuar më tepër mbi bullizmin edhe për t'ju ndjekur edhe juve, pak më të mëdhenj sa ata në moshë, domethënë që i ndani këto porosi apo këto fushata me ta? Po, interesimi u kon tepër i madh, pasi besoj që edhe ata vrenjt që me një fjalë të vogël mundesh me ndiku në shëndetin mendor të një personi. Besoj që ka ndiku në interesimin e tyre të madh. Këto mesazhet që thua ti, pa dashur të ndajmë ndoshta detaje apo informata private të ndërkujt, para shumë me çka kishin lidhje, domethënë shohim në nivel të ndoshta që nuk duam ta kemi të bullizmit në shkolla, çfarë pak a shumë ndoshta ndëgjonim apo shihnim apo lexonim nga këto mesazhe nga këta të rinj? Po mesazhet kryesore që kanë shkruar ata njerëzve që bullizohen, për në ndonjë rast të vetes janë kanë që me raportu të dikush, nuk është e thonë kjo që të thënë tjetë e morë parasysh,
edhe besoj që nëse atave që e kanë këtë ide, e ka me bu një ndryshim në formën e rinisë tonë në Kosovë, së pari. Ligjëratat u formuan nga ju, u mbajtën nga ju, po gjithsesi erdhën nga ju, u formuan nga ju, përgatitën nga ju, apo kishin ndoshta edhe dikë si ti je lider grupi, po ndoshta edhe dikë si mbështetje qoftë profesor apo dikë tjetër. Po, fiksore grupi jonë për kryqin e kuq është pjellëheshën nga dy diseminator, Lotrim Kika dhe Hidajet Edinaj. Këta janë profesorë në gjimnazën e socializuar matematikur që ka moshtri për detyrë këtë projekt. Para fillimit, ligjëratave dhe aktiviteteve disuese që i ka vu grupi jonë, së pari kemi mojtë 3 punëtëri, një me doltën 30 janar, dhe 7 ditë tjera me doltën 4 dhe 6 shkort. Gjatë këtyre punëtorive, së pari kemi kuptu çfarë është të qenit human, që është njëna për isenëm kryesore që besoj çdo njeri dhe të arrijë që ti ta kuptoj. Dhe pastaj kemi fillu me përgatitjen e projektit, si do ta përgatisim projektin e të tjera. Domethënë, këto punëtorit janë mbajtur me juve dhe kryqin e kuq të Kosovës, apo jo? Jo, në fakt jam bojtë vetëm në neve në zënë e shkollës dhe me diseminator të përcaktuar nga kryqi i kuq i Kosovës. Në gore e kryqit të kuq janë 4 kategori, grupi jam është në kategorinë e dhunës së bullizmit që i ka dhe më fort, janë edhe 3 tjera, reciklimi i mjedisit, aktivitet ndërkulturor dhe më falë, si shkjo për momentin nuk është të më kujtu. Pa problem, ju jeni fokusuar më shumë tek parandalimi, le themi, edhe i bullizmit dhe po ashtu krijimi një mjedisi më të sigur për gjithë bashkëmoshatarët e juaj, po edhe për mosha më të ndryshme. Gjithashtu një nga gjërat që fokusohet është edhe rritja apo ngrirja vetëdijes rreth empatisë, edhe kjo një gjë shumë e rëndësishme apo të kemi ndaj njëri tjetrit, edhe empatia, besoj një nga gjërat që edhe parandalon, le themi, niveli lart i saj edhe bullizmin. Po, njëna për mesazhet kryesore që jemi du me përmes ligjëratave kohës se empatia dhe respekti janë thjesht për parandalimin e bullizmit, se dëmëzëmes meriton të ndihet i sigurt në shkollë. Për këtë arsye edhe ka rrjedhë edhe emri i grupit tonë që është Crimson Perspective. Crimson për atë ngjyrën e kuqe, diçka si alarm, ndërsa Perspective këndvështrim, që në kupton se do të me morë bullizmin një këndvështrim të ri, si një problem që mëret më zgjidh edhe është shumë lehtë të zgjidhshëm nëse ne nuk heshtim. Do të thënë, jemi në garë deri me 3 prill, edhe ishin këto ligjëratat që na përmendet e këto 2 shkolla, një nga aktivitetet që ju zhvilluat si grup. Kishim të tjera aktivitetet që zhvilluat? Zakonisht në për ligjërata më shumë fokusu në përcjelljen e mesazhit kryesor që nuk duhet të heshtësh, por duhet të veprosh. Aktiviteti kryesor kon ai, por në VM ka pasur aktivitete tjera ku kemi lexu ngjarje rreth bullizmit, se janë bullizuar të rinjt dhe kemi marrë mendime prej nxënësve se si duhet të reagonin ata. Përpos kësaj kemi shfaqur disa video tjera vëdësuese që kanë për qëllim me ja jep idenë që jo vetëm përmes leximit, por edhe përmes videove se si ndikojnë. Ku në videoja shfaqëm sekuenca ku nxënësit ku bullizoheshin edhe si ndiheshin pastaj. Nuk e di nëse keni marrë ndonjë statistika apo numër, ose të paktën nga e folura apo bashkëbisedimet me moshatarë qoftë juaj apo edhe me mosha të tjera apo me gjenerata të tjera në shkolla qoftë fillore apo të mesme, shohim një numër shqetësues, le të themi, të bullizmit për momentin në shkolla, ose të paktën me qoftë edhe nga numrat e kryqit kuq apo diçka edhe me profesorët e juaj. Në fakt, besoj që e kam posë një lloj ngurrie kur u përmend bullizmi, nëse kanë qenë bullizum, qysh nuk kanë ndesh me përmend atë fakt që ata janë ata që po bullizohen. Po në botë zonave të UNICEF-it rreth 150 milion adoleshentë që vuajnë nga bullizmi çdo vit, moshave 13 deri në moshën 15 vjeçare. Çfarë aktivitete, kemi ndonjë aktivitet tash e tutje? Kemi edhe 2 ditë, domethënë jemi në përfundim të kësaj gare, apo iniciative çfarë presim, ose çfarë do të ndodhë me përfundimin e saj? Spore kena një video tjetër vëdësuese që kemi publikuar së largu deri nesër, ndërsa diçka tjetër është publikimi i website, përmes website-it të gjitha ata
adoleshentë që kanë ndihmë, ne do të i çosim aty nëse ata dëshirojnë përmes website-it, ku nëse kanë një problem ata mund të hyjnë, të na shkruajnë, të kontaktojnë me ne, madje edhe të ju ofrojmë edhe takime live nëse kanë ndonjë nëse shqetësim ju apo diçka. ndihmë. Po, nëse ju nevojitet ndihmë. The që jeni 6 persona, po jo duke të përfshirë ty në grup. Çfarë roli para shumë luajnë të gjithë pjesëtarët e grupit? Se cili i kemi rolet e ndonjë. Për shembull, unë si lider i grupit, i shpërndoj detyrat e grupit, por gjithashtu edhe nëse cilën detyrë ndihmoj atyre. Dy prej tyre janë ata që i menaxhojnë rrjetet sociale së bashku me mua. Dy të tjerë janë ata që krijojnë projektet, si për shembull projektet që i kemi zhvilluar për shkolla, janë ata që i kanë kriju përmes platformave të ndryshme, ndërsa dy të tjerë janë editorët e videore. Sa e rëndësishme thua ti që mosha juaj apo bashkëmoshatarët e juaj të ndërmarrin të tilla iniciativa apo të flasin mbi këto tema faktikisht është? Dhe se që është shumë rëndësishme, jo vetëm që shëndikon të tjepë mas por duke filluar të ndikimi i vetës, sa që bisedojna me grupin e vrejna ndryshime që e kena fos prej fillimit janor deri tash, është një ndryshim drastik se atëherë nuk i kemi menu atë shumë se s'ton ndikojnë fjalët dhe një gest të bashkëmoshatarët tonë. Po tash kur e vrejna se çfarë ndikimi kanë edhe mundën me shku deri në raste ekstreme, besoj që ndonjë veten në ato momente kur mendojnë që nuk kena të bëjë diçka keq, po kur e dinja që mos më diku keq të tjetër. Besoj që kjo kon çmimi më i madh që mëna me fitu na, me kuptu vlerën e çfarë është qenit po marr. Besoj që çmimi që nëse e fitojna veç është si çmim sepse ky është çmimi jonë që duhet të fitu për na. Pajtohem plotësisht, por gjithsesi çfarë çmimi presim të fitojmë nëse iniciativa, domethënë juaj zgjidhet apo projekti juaj zgjidhet si fitues pas datës që përmendëm? Edhe nëse fitojmë edhe nëse jo, besoj që bashkë me grupin tim, iniciativa nuk ka me përfunduar me përfundimin e gorës, që kam vazhduar më tej se që përmena me por vetë se i kena kuptu çfarë është të qenë për mana, nuk kena mundohet derisa të afrojmë zgjidhje të paktën në shumicën e rasteve për bullizmin. Domethënë do vazhdoni me iniciativën dhe kjo besoj do bëhet përmes platformave online, website-it që përmende, do të jeni të qatshëm në rrjetet sociale apo jo? Po edhe me kohën besoj që do të kemi edhe një vend tonë në komunën me ardha ata. Jo vetëm në ndonjë vend të rastësishëm. Ishte fillimi i kësaj iniciative që para shumë ju shtyu të ndërmerrni këtë hap apo ishte diçka që ndoshta e mendonit edhe më herët? Unë personalisht e kam menduar më herët, po besoj se edhe pjesëtarët e grupit tim kanë menduar më herët, sepse e shohim çdo ditë çfarë ndikimi ka pas bullizmi dhe rastet ekstreme që çdo ditë më shumë pushtojnë që shkojnë deri tek vetvrasja, janë raste që shumicën e kohës problemi kryesor është bullizmi. Për këtë arsye duke i mbledhur këto informata edhe përmes statistikave e kemi zgjedhur këtë temë. Patëm deri më tani ndoshta në këto aktivitete që keni mbajtur ose edhe përmes thjesht kanë dëgjuar dikush për ju, kemi pasur deri më tani ndoshta ndonjë shqetësim, ndonjë kërkesë, ndonjë afrim apo diçka nga ndonjë nxënës që ju ka kontaktuar? Fatkeqësisht jo, nuk kemi pasur ndonjë rast specifik. Po na jena të mundu me ngritë zënin tonë sa më shumë, deri tash kemi qenë në 2 televizionet tjera, në TV dhe në RTK, edhe sot me juve është i treti në TV Shenja, por përpos kësaj kemi pasur edhe publikime në 5 portalet ndryshme, dhe përpos kësaj kemi edhe TikTok-un tonë zyrtar që ato vazhdojnë me postu video për çdo ditë, edhe besoj që ato ndikojnë shumë për shedina pushteti i katërt mbi ditën e sotme është media, nëse besoj që mesazhi më i madh që mëna më jap është përmes medias. Ashtu, pajtohem pikërisht. Çfarë do të thonë ju gjithsesi fituat apo sfituat me datë 3 prill, është kjo data që do shpallin fituesit apo është data që përmbyllet cigar? Jo, është data që përmbyllet cigar, do të thonë ne dërgojmë raportin se çfarë kemi bërë përmes kësaj kohe afërsisht 2 mujore, e dërgojmë pastaj besoj që deri te fundi i prillit vendosen fituesit edhe
merresh për vendimet e caktuara. Mendoni këto ligjërata që keni mbajtur këto aktivitete, të flasim edhe pas datës së garës, sepse thjesht si iniciativë ju do vazhdoni të punoni në këtë drejtim. Tashmë keni bërë planin, do shtriheni ndoshta në nivel Kosovë dhe pse jo edhe më gjerë, do i kontaktoni edhe shkollat e tjera apo edhe nxënësit e tjerë që nuk janë vetëm në komunën e Prishtinës. Po, edhe gjatë kësaj kohe kemi pas dëshirë bashkëpunimi me shkolla tjera, po pas kontaktimit nuk kemi marrë ndonjë mesazh. Për shkollave që kemi marrë mesazhe, jemi shkuar edhe i kemi bërë ligjëratat vetëdijstuese. Por besoj që pas këtyre që shpeshore që shpënë ngritë zëri jonë, kam rritë edhe shumë ligjëratat që kam ngritë edhe zërin kësume tonë kundërvullisme. E kuptuat? Por dra vazhdo, më falë. Sepse edhe motria jonë është një hero, është ai që reprezentant përshpërisë kur butë të nevojitet një bërit. Edhe na mundohemi që çdo ditë grupi jonë me përdor këtë motë që me bënë një ndryshim sepore në komunën Kondumi, pastaj vendin, në regionin, në thonë krejt botën. E kuptuat ndoshta rëndësinë apo peshën ose sa faktikisht ka punë për të bërë në këtë drejtim para se të fillonit me iniciativën dhe t'i qasëshit ndoshta të gjitha infove që keni marrë pasi fillua këtë punë 2 mujore, e dinit paraprakisht se çfarë mund t'ju priste në këtë rrugtim? Besoj në fillim e kena menuar si një punë pak më të lehtë, po me kohën e kena kuptuar që shkojnë të vështirësu gjërat, për shembull një prej kohëve më të vështira o konë vendosja aktiviteteve që duhet mi bëu na për një periudhë caktuar. Secili pjesëtori i grupit i ka pasur ideat e veta që duhet ta bëjmë këtë ose duhet ta bëjmë atë, por besoj mbrëmja një afati të shkurt kemi arritur me përputh idetë të gjithëve në një dhe me arritë rezultatin që kemi arritur deri. Art, po i afrohemi fundit të bisedës, që se si do doja edhe njëherë t'ju ndoshta t'ju tregoje se ku mund t'ju gjejnë si iniciativa, apo çfarë mund të bëjnë në këtë drejtim për gjithë ata që po na ndëgjojnë, dhe po ashtu ndoshta edhe një mesazh nga ti si lider grupi apo edhe si nxënës në lidhje me iniciativën që keni marrë. Për menaxhet ndodhemi në Prishtinë te gjimnazi specializuar matematikor, aty jemi të gjithë pjesëtarët e grupit, nëse dikujt i nevojit ndihmë, mund të marrë atë prej orës 8 deri në orën 1, besoj të gjithë jemi aktiv në atë vend. Një mesazh që unë kisha jep të rinjve kudo që ndodhen është që ndryshimi fillon kur të rinjtë mbështesin njëri tjetrin, edhe nëse nuk ka bashkëpunim me njëri tjetrin nuk do të arrihet kurrë suksesi. Unë uroj që iniciativa të shkojë sa më mbar edhe gjitha aktivitetet të shkojnë po ashtu me sukses dhe të arrini qëllimin, sepse është me të vërtet një punë shumë e madhe dhe shumë e mirë që po bëni, edhe ju uroj shumë sukses të tutje dhe falenderoj që ke gjetë kohë dhe mundësi tjerë sot me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha në emision, uroj ritakohemi sërish për të tjera suksese. Falenderoj që më për juve për mundësinë që na keni jepur për promovu projektin ton, jemi shumë falenderues ndaj juve. Falenderoj edhe një herë dhe kalofshi sa më mirë. Edhe jo, faleminderit. E ta është të dashur me mesazhe kaq le themi kaq me vlerë dhe kaq me peshë, kaq me rëndësi, ne po përfundojmë emisionin edhe për sot duke ju uruar një pazitë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të premten si çdo herë në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.